Një 72 vjeçari ka dhënë fund jetës duke u vëdvarur. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 10 të paradites në lagjen Pavarësia 2. Pamjet që po ndiqnin në ekranin përkasin vendin të ngjarjes, ku është gjetur i pajet 72 vjeçari. Kanë qenë banorët e zonës, ata të cilët kanë njoftuar policinë, ndërsa policia mbriti me njërë në vend ngjarjes së bashku me autoambulancën për të bërë verifikimet përkatëse dhe për të nisur hetimet. Sipas policisë së Vlorës, rreth orës 10 në lagjen Pavarësia 2, u gjet nga familjarët në një pallat ndërtimi, ku ishte i punësuar si roje i vetvarur. Dyshohet në kushte të rënduara psikologjike, shtetasi me iniciale RR 72 vjeç. Grupi hetimor po vijon veprimet paraprake për sqarimin e dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë, ndërsa materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Pikërisht kjo ngjarje rënd ndodhi në vendin ku 72 vjeçari ishte i punësuar si roje në një pallat në ndërtim në lagjen Pavarësia në hyrje të Lungomarës, sikundër po ndiqni edhe nga pamjet në ekran. Policia po vijon hetimet për këtë ngjarje të rënd për të zbuluar shkaqet, por paraprakisht dyshohet se 72 vjeçari ishte në kushte të rënduara psikologjike.